Mirëdita Shqipe kudo që t'jeni. Kam një pyetje të rëndësishme përpara se të filloj dita. Nëse do të shkruanit një mesazh dhe do ta mbyllnit në një shishe dhe shishen do ta hidhnit në det, çfarë do të shkruanit në të? Un kam një histori personale që dua të ndaj me ju, por jam kurioz dhe ju çfarë do të shkruanit. Tani dëgjojeni këtë. Vitin e kaluar gjendeshim në Puglia dhe shkuam në Manfredonia. Padyshim ju që gjendeni në Itali, dini se ku gjendet Manfredonia. Dhe shkuam anës detit. Teksa po ecim anës detit gjeta një shishe. Dhe pash që kishte diçka brenda shishe, pash që larg. Dhe thash, padyshim kjo është shishe që ka mbyllur me ndonjë mesazh brenda. Dhe shkoj që e mora shishen e hapa, ndjeva erën e alkoolit, sepse padyshim ka patur ose raki ose verë. Por ishte pastruar brenda dhe jashtë. Dhe mora këtë fletën, e hapa, dhe çfarë të lexoja. Padyshim shumë prej jush që jeni nga Kosova apo nga Malizi apo ndoshta edhe nga Shqipëria, disa mund ta njohin këtë mesazh. Ishte shkruar jebi se profesore matematike. Unë nuk e dija se çfarë ishte. Në fakt, aty për aty nuk e kuptova, por thash do ta gjejtash nëpërmjet internetit. Dhe shkova e kërkova në Google Translator. Kur e lexova që është kroacisht, do të thotë shkërdhat profesor ose fakt ky profesor, më bëri shumë përshtypje, por e hova sepse nuk ishte fjalë keqe, kështu që nuk ishte ndonjë fjalë, ndryshe do ta kisha mbajtur. Ç'është e vërtetë do ta mbaja, por kishte diçka, meqense ishte viti ishte shkruar, se unë atë lexova viti 2021. Meqense ishte shkruar viti 2021, thash mos ka ndonjë gjë brenda, thash mos kanë hedhur ndonjë gjë sepse ishte periudhë vështirë atëre, dhe thash, i keni parë ndonjë viral aty brenda, dhe unë meqense kishin kaluar vite, thash ndoshta ishte viti 2021. Dhe thash ndoshta tashmë kanë futur në diçka dhe preferova që mos ta merja. Por më bëri përshtypje mesazhi. Çfarë mesazhi shkruaj ti profesorit? Padyshim ishte një vajzë sepse dukeshin ato pikat i kishte bërë me rreth edhe formën kështu normal që mund të ishte një vajzë. Megjithatë edhe profumi që kishte sepse kishte mbetur pak një herë tillë. Megjithatë, ju çfarë do të shkruanit nëse do të shkruanit një mesazh dhe do ta vendosit në një shishe dhe shishen do ta hidhnit në det? Kush do të ishte mesazhi që do të shkruanit ju? Jam kurioz ta di, ndaj ju tregova edhe këtë histori të çuditshme që më ka ndodhur. Do ta kisha mbajtur ose do ta kisha regjistruar aty, por aty për aty e gjeta të shishen, nuk e regjistrova me fjalë me video, po pak rëndësi ka sepse më vonë e hodha. Pres komentet tuaja, ditë të mbarë.